Ju la wasijet, ju la porosi, ju la testament që ndaj grave të silleni mirë. Dhe jo një njeri i cili do ta ofendon atë, i cili do ta nënçmon atë, i cili do ta shkel atë, i cili do ta rreh atë, i cili do ta përgjak atë, e jo ma i cili do ta vret atë. Subhanallah. Deri në këtë shkallë, kur njerëzi ja kthejnë shpinën fesë Allahut Azza wa Jall, do të dëgjosh edhe do të shohësh që burri e ka mbyt gruan e vet. Burri e ka vra gruan e vet. Subhanallah. Atë grua që për të është kujdes një babë dhe një nanë, e kanë lind atë, e kanë rrit atë, e kanë edukuar atë, e kanë ruajt atë, jetën ja kanë kushtuar asaj, dhe në fund pa asë një lloj çmimi, pa asë një lloj kompenzimi, pa asë një lloj investimi, pa asë një lloj angazhimi, e merr baba vajzën me duart e veta dhe ja jep dhurat një mashkulli të huaj, i cili nesër do t'jetë bashkëshorti, burri i saj i afërt, i cili do ta ruan atë edhe më shumë se baba, i cili do ta mbron atë, i cili nëse do të vjen në pyetje që të vritet për ta mbrojt nderin e vet, do ta jep edhe jetën e vet. E nesër del burri, nesër del bashkëshorti, i cili i përvjel krahët dhe tregon trimri dhe tregon burni, që me boksa, me grushta, me dajak ngritet mbi bashkëshorten e vet. Subhanallah. Çfarë edukatë është kjo? Çfarë tërbije është kjo? A don të gjesh lumturi martesore, lumturi bashkëshortore? A don ta dish si jetohet burrë dhe grua? Ktheu në fjalën e Allahut, ktheu në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos u merr me modelet dhe me modat e huaja. Mos u bazo në videot e shkurta të Instagramit dhe TikTokut. Dhe mos mendo që ajo është lumturia. Ktheu në fenë Allahut, li teskunu ilaiha, që ju të banoni në to. Allahu a mundsoj martesën, që ju në gratë e juaja të banoni në to, të gjeni prehje në to. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dhe Allahu në mesin tuaj futi dashuri dhe dhëmbshuri, dashuri dhe mëshirë, dhe nëse nuk janë këto dyja, martesa nuk qëndron. Nëse në disa raste mungon dashuria, së paku të mbizotron mëshira, që në mesin e tyre mos ketë padrejtësi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutben e tij, në haxhin e lamtumirës, në Arafat, në numrin e madh të besimtarve, u aporcolli atyre porosit më të mëdhaja, e në mesin e atyre tha: istausu bin nisai khaira. Ju la wasijet, ju la porosi, ju la testament, që ndaj grave të silleni mirë, që ndaj grave të silleni mirë.